Nikol, a ka një gjë që Albini e bën më mirë se ju? Po, kjo është i matun se unë, ma i vendosur, dhe më duket se din që ka don pak ma shumë se unë. Albin, çfarë ke marrë nga babaj përveç muzikës? Përveç muzikës, dëshirën për perfekcion, në aspektin që pa me qua deri në fund, pa me perfekcionua diçka nuk e lë. Nikol, a e keni imagjinuar ndonjëherë këtë rrugtim bashk? Po, Albin, a të frikson krahasimi i vazhdueshëm me babajin? Frikson jo, por i ka ca pjesë tjera që nga njëherë vinë dhe nuk të pëlqejnë. Nikol, kush e fiton zakonisht debatin? ky. Albin, kush e fiton zakonisht debatin? Kush kërkon falje i pari? Unë. Albin? Unë Nikol, për çfarë je më shumë krenar tek Albini? Për dy gjërat që i ban ky, për studime dhe për talentin që ka për muzikë. Albin, pse je krenar me babin? shumë arsye t'i numroj pak shumë, por mbi gjitha e vlerësoj mbështetjen e madhe që ka për familjen e vet. Thuani sot diçka njëri tjetrit të cilën s'ja keni thënë asnjëherë në sy. Nikol, filloj pari. Ti rrekësh që nesër të krijosh këngë për veten. Pyetje pak. Çka s'të kam thënë? Nuk ta thëm mjaft se sa shumë e vlerësoj opinionin dhe pse nuk është çdo herë shumë i butë. E kaluat me sukses. Përfundojmë këto. Po jo, ishe shumë korekte, faleminderit. Shumë, më ke mirë them, më ke kursy. Po, të kom kursy pak, arsyeja është që babe birë, ndoshta në ndonjë emision tjetër, kur t'ju ftoj individualisht, do t'jetë pak më ndryshe. Mirë se ardhët në Litway, mirë se vinë edhe shikues tanë të emisionit, kam kënaqësinë sot ju kem këtu, edhe që